Sot do të eksplorojmë një nga paradokset më të mëdha të historisë njerëzore, se si njerëzit që jetonin në mjerim, pa mjek, pa palestra dhe pa asnjë njohuri mbi anatominë, zotëronin trupa më të fortë dhe më rezistent se shumica dërmuese e njerëzve që jetojnë në komoditetin e shekullit të 21. Në këtë video do të zhytemi në jetën e përditshme të fshatarëve mesjetar dhe do të zbulojmë pse dhimbja e shpinës, e cila sot prek qindra miliona njerëz në mbar botën, praktikisht nuk ekzistonte mes tyre. Përpara se të vazhdojmë me videon, mos harroni të regjistroheni në kanal për më shumë tregime dokumentare si kjo. Imagjinoni një mëngjes të zakonshëm në Europën mesjetare. Qielli është ende i errët, i ngjyrosur vetëm nga një rrip i zbehtë në horizontin lindor. Ajri është i ftohtë, therrës, dhe heshtja e agimit thyet vetëm nga kënga e largët e një gjeli. Brenda një shtëpie me mure prej thurjeje e balte dhe çati prej kashte, një figurë ngrihet nga një thes i holl kashte i shtruar mbi dy shemenjme dhe të rrahur. Nuk ka dyshek me susta, nuk ka jastëk me shkum, nuk ka alarm zgjimi. Trupi i këtij njeriu i bindet një ore tjetër, të njëjtës që qeveris lindjen dhe perëndimin e diellit. Ai është një fshatar, një nga miliona qenjet njerëzore që, midis shekujve të 9 dhe të 15, formonin shumicën dërmuese të popullsisë europiane. Vlerësimet historike tregojnë se fshatarët përfaqësonin midis 80 dhe 90% të gjithë njerëzve që jetonin në kontinent gjatë kësaj periudhe. Ata ishin baza e padukshme mbi të cilën mbështetej e gjithë struktura feudale, ushqenin fisnikët, furnizonin manastiret, ndërtonin rrugët dhe mbanin në punë mekanizmin e qytetërimit mesjetar. Dhe e bënin këtë me duart e tyre, me shpinën e tyre, me trupin e tyre. Ky njeri që sapo u ngrit nga dyshemeja nuk e di, por brenda pak orësh ai do të ketë ecur kilometra, do të ketë ngritur 10 kilogram, do të ketë rrotulluar trungun e trupit qindra herë dhe do të ketë qëndruar i aguar, i ulur kruç, për periudha që do të bënin çdo frekuentues modern të palestrave të dorëzojë. E megjithatë, ai ndoshta nuk do ta ndiej kurrë atë dhimbje kronike të mesit që sot çon miliona njerëz në zyrat e mjekëve çdo vit. Pyetja që na udhëheq në këtë hetim është në dukje e thjeshtë, por implikimet e saj janë të thella. Pse ky njeri, që jetonte në kushte që ne do t'i konsideronim të mjerueshme, kishte një trup aq jashtëzakonisht funksional? Dhe pse ne, me gjithë njohuritë tona, teknologjinë tonë dhe komoditetin tonë, kemi humbur diçka aq themelore? Për të filluar përgjigjen, duhet së pari të kuptojmë se si ishte dita e këtij fshatari që nga momenti kur hapte sy. Udhëtimi fillonte që para agimit. Nuk kishte transport publik, nuk kishte qere të disponueshme për të gjithë, nuk kishte kuaj për njeriun e thjeshtë. Kali ishte një mall me vlerë të lartë, i rezervuar për luftën, për transportin e fisnikëve ose, në rastin më të mirë, për të tërhequr parmendën e rënë në tokat e zotërisë. Për fshatarin e zakonshëm, mjeti i vetëm i lëvizjes ishte ai më i vjetri dhe më elementari nga të gjithë, këmbët e veta. Dhe kështu, para se të fillonte çdo punë, ai duhej të ecte. Distanca midis shtëpisë së tij dhe rripave të tokës që ai kultivonte mund të ndryshonte, por ishte e zakonshme të përshkoheshin disa kilometra vetëm për të arritur në vendin e punës. Terreni nuk ishte i shtruar, nuk ishte i sheshtë, nuk ishte i parashikueshëm. Ishin shtigje dheu që gjarpëronin nëpër kodra, kalonin përrejnë dhe anashkalonin pyje. Çdo hap kërkonte nga trupi një sër rregullimesh automatike që shkonin shumë përtej aktit të thjeshtë të vendosjes së një këmbe para tjetrës. Gjatë ecjes mbi një terren të parregullt, trupi njerëzor aktivizon një rrjet kompleks muskush stabilizues. Kyçet e këmbëve përkulen dhe përshtaten me çdo parregullsi të tokës. Gjunjët thithin goditjen e zbritjeve dhe ngjitjeve të vogla. Ijet lëvizin në plane të shumta për të ruajtur ekuilibrin. Dhe muskulatura e thellë e trungut, ajo që specialistët moderne quajnë kore bërthama, punon vazhdimisht për të mbajtur shtyllën kurrizore të qëndrueshme. Kjo ecje e përditshme, pra, funksiononte si një lloj nxehjeje e plot, duke përgatitur të gjitha grupet muskulore për punën e rëndë që do të pasonte. Ishte një nxehje që asnjë trajner personal nuk kishte nevojë ta përshkruante, sepse vetë gjeografia e impononte atë. Dhe kishte edhe një detaj që e bënte këtë ecje edhe më domethënëse nga pikpamja biomekanike. Në pjesën më të madhe të kohës, fshatari ecte zbathur ose me këpucë jashtëzakonisht të thjeshta. Këpucët mesjetare të klasave më të ulta, kur ekzistonin, ishin pjesë rudimentare prej lëkure të butë, pa tak, pa amortizim, pa mbështetje për harkun e shputës. Ishin pak më shumë se një mbrojtje kundër gurëve të mbret dhe gjembave.
Kjo mungesë e këpucëve të sofistikuara, që në pamje të parë duket si një disavantazh, kishte një pasojë fiziologjike të jashtëzakonshme. Kur këmba njerëzore bie në kontakt të drejtpërdrejtë me tokën ose me një këpucë që ofron ndërhyrje minimale, ajo funksionon saktësisht ashtu siç u projektua përgjatë miliona viteve të evolucionit. Gishtat hapen në çdo hap, duke u kapur pas tokës për të siguruar stabilitet. Muskujt e brendshëm të këmbës, më shumë se 20 muskuj të vegjël që zakonisht atrofizohen brenda këpucëve moderne, aktivizohen vazhdimisht. Fascia plantare zgjatet dhe kontraktohet në mënyrë ritmike. Dhe më e rëndësishmja, mbaresat nervore të shputës së këmbës dërgojnë në tru një vërshim të vazhdueshëm informacionin mbi teksturën, pjerësinë dhe qëndrueshmërinë e terrenit. Ky reagim dior lejon që sistemi nervor qendror të bëjë mikrorregullime posturale në kohë reale, duke mbajtur gjithë trupin të rreshtuar në mënyrë dinamike. Krahasojeni këtë me atë që ndodh brenda një këpucë moderne. Shumica e këpucëve konvencionale kanë një shkallë lartësie në takë që e projekton peshën e trupit përpara, duke ndryshuar këndin e legenit dhe duke mbingarkuar rajonin e mesit. Këmba, e mbyllur brenda një strukture të ngurtë, nuk mund të hapet, nuk mund të kapet, nuk mund të ndiejë. Muskujt e brendshëm atrofizohen nga mungesa e përdorimit. Dhe truri, i privuar nga informacioni i saktë ndijor, humbet gradualisht aftësinë për të koordinuar rregullimet e imta posturale që mbajnë shtyllën kurrizore të mbrojtur. Fshatari mesjetar, pa ditur asgjë nga këto, thjesht jetonte me këmbë të lira. Dhe këmbët e tij ja kthenin duke e mbajtur gjithë trupin të ekuilibruar që nga baza. Por ecja ishte vetëm fillimi. Kur fshatari mbërrinte në fush, fillonte puna e vërtetë. Dhe ishte në këtë punë që trupi i tij transformohej, ditë pas dite, stin pas stine, në diçka që shkencëtarët modern do ta shikonin me admirim. Për të kuptuar ndikimin fizik të punës bujqësore mesjetare, duhet së pari të kuptojmë mjetet e saj. Sepse mjetet mesjetare ishin, sipas standardeve të sotme, jashtëzakonisht jo efikase. Dhe kjo jo efikasitet ishte, në mënyrë paradoksale, çelësi për ndërtimin e trupave jashtëzakonisht të fortë. Le të marrim si shembull parmendën, ndoshta mjetin më emblematik të bujqësisë mesjetare. Parmendat e para të përdorura në Europë, të njohura si parmenda druri ose parmenda të thjeshta, ishin pak më shumë se një pjesë e mprejtë që gërvishte sipërfaqen e tokës. Ato nuk e kthenin tokën, thjesht e vizonin atë. Që kjo parmendë rudimentare të depërtonte në tokë me thellësi minimalisht të mjaftueshme, operatori duhej të ushtronte një forcë të konsiderueshme zbritëse. Duke përdorur peshën e trupit të vet, kjo do të thoshte mbajtja e trungut të përkulur përpara, krahët e shtrirë, barku i kontraktuar dhe këmbët të mbjella fort në tokë, duke shtyrë me gjithë forcën e ijeve. Kur parmenda haste një rënje ose një gur, goditja transmetohej drejt për drejt në krahët dhe trungun e operatorit, duke kërkuar një reagim muskulor shpërthyes për të mbajtur kontrollin. Çdo kalim nëpër fushë ishte një ushtrim për të gjithë trupin. Dhe e gjithë fusha duhej të lërohej, rresht pas rreshti, metër pas metri. Me kalimin e shekujve, veçanërisht nga shekulli i 10, parmenda e rënd me vesh u bë më e përhapur, duke lejuar kthimin e tokës në mënyrë më efikase. Por edhe ky përparim teknologjik nuk e uli ndjeshëm kërkesën fizike. Parmenda e rënd kërkonte ekipe prej 6 deri në 8 që për t'u tërhequr, dhe fshatari që e drejtonte duhej ta kontrollonte atë me forcë dhe saktësi, duke rregulluar vazhdimisht thellësinë dhe drejtimin. Ishte një punë që kërkonte jo vetëm forcë brutale, por koordinim të imët motorik, qëndrueshmëri muskulore dhe një perceptim të mprehtë të terrenit. Dhe parmenda ishte vetëm një nga mjetet. Kosa, e përdorur për të korrur drithëra si gruri, elbi dhe thekri, kërkonte një lloj krejtësisht tjetër sforcimi. Kosa, me bisht të gjatë, e përdorur në fushat më të gjera, përdorej me një lëvizje të gjerë dhe rrotulluese. Korsi i mbillte këmbët në tokë, rrotullonte trungun duke u nisur nga ijet dhe lëkunte tehun në një hark të gjerë, duke prerë kërcejt rrafsh me tokën. Kjo lëvizje, e përsëritur mira herë gjatë një dite korrjesh, aktivizonte thellësisht muskujt e pjerrët të barkut, muskujt erektor të shtyllës kurrizore, muskujt e shpatullave dhe të gjithë muskulaturën rrotulluese të trungut. Ishte një lëvizje që kërkonte teknik, një rrotullim i ekzekutuar keq mund të rezultonte në një prerje të pasaktë, duke çuar dëm drithëra të çmuar, ose më keq, në një lëndim të shtyllës kurrizore që do ta nxirrte punëtorin nga fusha në mes të sezonit të korrjeve. Nevoja për ta ekzekutuar këtë lëvizje në mënyrë të saktë dhe efikase, her pas here, për orë të tëra, krijonte një lloj stërvitjeje të pavullnetshme që forconte muskulaturën në mënyrë të thellë dhe të ekuilibruar.
Drapëri më i vogël përdorej për punë më delikate, si korja e drithërave në zona më të vogla. Ai kërkonte që fshatari të kërrisej ose të agojej pranë tokës, duke mbajtur kërcejt me një dorë ndërsa i priste me tjetrën. Kjo pozitë, e mbajtur për orë të tëra, punonte intensivisht muskujt e këmbëve, fleksorët e ijeve dhe të gjithë muskulaturën stabilizuese të shtyllës kurrizore në një pozicion përkuljeje. Shati, i përdorur për të prashitur dhe përgatitur vreshtat ose kopshtet, kërkonte një lëvizje ngritjeje dhe goditjeje që kombinonte shtrirjen e ijeve, përkuljen e trungut dhe forcën e kapjes. Shirësi, i përdorur për të rrahur drithin pas korjes, ishte një lloj shkopi i artikuluar që fshatari e lëkunte mbi kokë dhe e bënte të binte me forcë mbi vëllimet e grurit të përhapura në tokë. Kjo lëvizje mobilizonte shpatullat, krahët, trungun dhe këmbët në një zinxhir kinetik të plotë. Çdo mjet, pra, kërkonte një model të ndryshëm lëvizjeje. Dhe çdo model lëvizjeje aktivizonte një grup të ndryshëm muskujsh. Rezultati ishte se, përgjatë një dite pune në fushë, fshatari përdorte praktikisht të gjitha grupet muskulore të trupit, në plane të shumta lëvizjeje, me ngarkesa të ndryshme dhe në amplituda të ndryshme. Ishte, pa e planifikuar askush kurrë, një program stërvitjeje funksionale për të gjithë trupin. Por puna në fushë nuk ishte uniforme gjatë gjithë vitit. Ajo ndryshonte me stinët dhe ky ndryshim sezonal prezantonte një variabël shtesë që, nga pikpamja e shkencës së ushtrimeve, ishte jashtëzakonisht i dobishëm. Në pranverë, puna kryesore ishte lërimi i tokës dhe mbjellja. Kjo do të thoshte ditë të tëra duke shtyrë parmendën, duke ecur në vijë të drejtë, duke përdorur forcën e këmbëve dhe të ijeve për të mbajtur tehun në tokë. Në verë, fokusi kalonte te korja. Lëvizjet e rrotullimit të trungut dominonin dhe muskujt e pierët dhe rrotullues merrnin protagonistizmin. Në vjesh, vjelja kërkonte orë të tëra në pozicione të aguara, duke punuar pranë tokës, me lëvizje të përsëritura përkuljeje dhe shtrirjeje. Dhe në dimër, kur fushat pushonin në mbor ose të ftohtë, puna kthehej drejt detyrave si çarja e druve, riparimi i mjeteve, riparimi i gardheve dhe ndërtimi ose mirëmbajtja e strukturave. Çarja e druve, për shembull, kërkonte një lëvizje shpërthyese të ngritjes dhe zbritjes së sapatës, duke kombinuar shtrirjen e ijeve, përkuljen e trungut dhe një kontraksion të fuqishëm të muskujve të bërthamës për të transmetuar forcën e gjithë trupit te tehu në momentin e goditjes. Ky variacion sezonal do të thoshte se asnjë grup muskulor nuk mbingarkohej në mënyrë kronike. Ndërsa një grup muskujsh kërkohej intensivisht gjatë një stine, të tjerët pushonin dhe rikuperoheshin. Kur stina ndryshonte, muskujt që kishin pushuar merrnin ngarkesën kryesore dhe ata që kishin punuar intensivisht kalonin në një rol dytësor. Ky rotacion natyror parandalonte një nga faktorët kryesor që çojnë në lëndime në botën moderne, stresin e përsëritur. Kur një person ekzekuton të njëjtën lëvizje në të njëjtin pozicion me të njëjtën ngarkesë ditë pas dite, muaj pas muaji, indet e përfshira në këtë lëvizje pësojnë mikrotrauma kumulative që përfundimisht manifestohen si dhimbje kronike, tendinit ose lëndime artikulare. Fshatari mesjetar, duke u detyruar nga natyra të ndryshonte vazhdimisht lëvizjet e tij, po ndiqte pa vetdije një nga parimet më themelore të stërvitjes moderne fizike, periodizimin. Idenë se trupi ka nevojë për shumëllojshmëri dhe cikle ngarkese dhe rikuperimi për të zhvilluar në mënyrë të ekuilibruar dhe të shëndetshme. Ajo që trajnerët elit përshkruajnë sot si program stërvitjeje të kryqëzuar, cross training, ishte thjesht kalendari bujqësor i një njeriu që nuk e kishte dëgjuar kurrë fjalën ushtrim. Dhe vëllimi total i punës ishte mbresëlënës. Gjatë periudhave të korjeve, që mund të zgjasnin disa javë, dita e punës shtrihej në 14 orë ose më shumë. Fshatari zgjohej para diellit dhe ndalonte vetëm kur drita natyrale nuk lejonte më të shihej. Shpenzimi ditor i energjisë gjatë këtyre periudhave ishte kolosal. Vlerësimet e bazuara në studime të popullsive bujqësore para-industriale sugjerojnë se një punëtor në aktivitet intensiv korjesh mund të digjte më shumë se 4500 kalori në ditë. Për të pasur një përmas të kësaj shifre, është i njëjti nivel i shpenzimit të energjisë që vërehet te atletët profesionistë gjatë garave të nivelit të lartë. Diferenca është se atleti stërvitet dhe garon në cikle të planifikuara, me periudha pushimi, rikuperimi dhe mbështetjeje të duhur ushqimore. Fshatari thjesht jetonte kështu, ditë pas dite, me një ushqim të bazuar në qull drithërash, bukë të zezë, perime nga kopshti dhe, në rastin më të mirë, pak djath ose qumësht. Rezultati fiziologjik i kësaj rutine ishte ndërtimi i një lloji shumë specifik të forcës.
Nuk ishte forca voluminoze dhe e specializuar e një bodybuilderi modern, as forca shpërthyese e një vrapuesi. Ishte ajo që shkencëtarët e sportit e quajnë forcë funksionale, aftësia për të gjeneruar dhe mbajtur sforcim në drejtime të shumta, për periudha të gjata, duke përdorur trupin si një njësi të integruar. Muskujt e fshatarit nuk zhvilloheshin në izolim, siç ndodh kur dikush bën ushtrime për biceps në një makinë palestre. Ata zhvilloheshin në zinxhir, sepse puna reale kërkon që muskujt të funksionojnë së bashku. Kur një fshatar ngrinte një thes me dritë nga toka, nuk ishin vetëm krahët e tij që punonin. Këmbët e tij kapeshin pas tokës për të krijuar një bazë të qëndrueshme. Kyçet e këmbëve dhe gjunjët e tij përkuleshin për të lejuar agimin. Ijet e tij gjeneronin forcën kryesore të ngritjes. Barku dhe shpina e tij kontraktoheshin njëkohësisht për të krijuar një cilindër të ngurtë mbrojtjeje rreth shtyllës kurrizore. Dhe krahët e shpatullat e tij e transmetonin këtë forcë kolektive te objekti që po ngrinte. Çdo hallk e këtij zinxhiri ishte aq e fortë sa duhej, sepse çdo hallk përdorej vazhdimisht. Dhe ishte pikërisht në këtë ngritje të ngarkesave që një tjetër aspekt magjepsës zbulohej. Teknika e përdorur nga fshatari për të ngritur objekte të rënda ishte, në shumë raste, dukshëm e ngjashme me atë që sot mësohet si deadlift, ngritje peshe nga toka, në palestrat e forcës dhe qendrat e stërvitjes funksionale. Jo sepse dikush ja kishte mësuar këtë teknik fshatarit, por sepse fizika dhe vetëruajtja e impononin atë. Kur duhet të ngresh një objekt shumë të rënd nga toka, trupi njerëzor instinktivisht tenton të adoptojë pozicionin më të favorshëm mekanikisht, agim i thellë, shtyllë kurrizore e drejtë, ngarkesë pranë trupit, forcë e gjeneruar nga këmbët dhe ijet. Çdo devijim nga ky pozicion, si PS. Kurbimi i shpinës ose largimi i ngarkesës nga trupi, rezulton në një presion jo proporcional mbi disjet ndërvertebrale dhe ligamentet e mesit. Dhe për fshatarin, një lëndim në shpinë nuk ishte një shqetësim që rezultonte në disa ditë pushim dhe një seancë fizioterapie. Ishte një katastrofë. Do të thoshte të mos mund të punonte, të mos mund të korte, të mos mund të ushqente familjen. Në një ekonomi mbijetese, ku nuk kishte rrjet sigurimi social, ku nuk kishte sigurim shëndetësor, ku nuk kishte askënd për të zëvendësuar punëtorin e paaftë, një lëndim i rënd mund të nënkuptonte fjalë për fjalë urinë. Presioni i mbijetesës, pra, funksiononte si trajneri më rigoros, mësonte teknikën e saktë jo përmes instruksionit, por përmes pasojës. Kishte edhe detyra që nuk përfshinin fushën si të tillë, por që ishin një lloj kërkuese nga pikpamja fizike. Sigurimi i ujit, për shembull, ishte një punë e përditshme që kërkonte sforcim të konsiderueshëm. Shumica e shtëpive fshatare nuk kishin pusin e tyre. Uji duhej të merrej në një burim, një lum ose një pus komunitar, shpesh i vendosur qindra metra larg. Fshatari ose, shpesh, gratë dhe fëmijët e familjes ecnin deri te burimi i ujit, mbushnin kova ose qypa qeramike dhe i transportonin mbrapsht për në shtëpi. Në shumë rajone, përdorej një zgjedh druri mbi shpatulla, me një kovë të varur në secilin skaj. Kjo zgjedh e shpërndante ngarkesën në mënyrë relativisht simetrike, por kërkonte që mbajtësi të ruante një qëndrim të drejtë dhe të ekuilibruar gjatë gjithë ecjes së kthimit. Animi në një anë ose në tjetrën rezultonte në derdhjen e ujit, i cili ishte një burim shumë i çmuar për t'u çuar dëm. Ky transport uji ishte, në praktik, një ushtrim i stabilizimit të bërthamës, i forcimit të shpatullave dhe i koordinimit postural që përsëritej çdo ditë, ndonjëherë më shumë se një herë në ditë. Përgatitja e ushqimit ishte një tjetër burim i sforcimit fizik konstant. Drithi i korrur duhej të shndërrohej në miell para se të mund të përdorej për të bërë bukë, bazën e ushqimit fshatar. Për këtë, përdorej një mokër dore, një palë gur të rënd midis të cilëve vendosej drithi dhe bluej nga rrotullimi i gurit të sipërm. Rrotullimi i mokrës kërkonte një sforcim të vazhdueshëm të krahëve, shpatullave dhe trungut. Ishte një punë e përsëritur dhe e mundimshme, por që forconte muskulaturën e gjymtyrëve të sipërme dhe të rripit të shpatullave në mënyrë të vazhdueshme. Para se mullinjtë e zotërisë të bëheshin më të zakonshëm dhe para se fshatarët të detyroheshin nga zotëria feudal të përdornin ekskluzivisht mullirin e zotërisë kundrejt pagesës së një takse, bluarja shtëpiake ishte një detyrë e përditshme që konsumonte orë të tëra. Mbledhja e druve ishte një tjetër aktivitet i domosdoshëm. Pa dru, nuk kishte zjarr. Pa zjarr, nuk kishte gatim ushqimi, nuk kishte ngrohje në muajt e ftohtë, nuk kishte dritë pas perëndimit të diellit.
Fshatari ose antarët e familjes së tij duhet të ecnin deri në zonat e pyllëzuara, të mblidhnin deg, karthia dhe, kur lejohej nga zotëria feudal, të prisnin trungje. Drut transportoheshin pastaj për në shtëpi, shpesh të mbajtura në krah, në shpinë ose në dengje të lidhura dhe të ekuilibruara mbi shpatulla. Pasi transportoheshin, drut më të trash duhet të çaheshin me një sapat. Ky akt i çarjes së druve, aq i thjesht në dukje, ishte në të vërtetë një ushtrim shpërthyes me një kompleksitet të madh biomekanik. Lëvizja fillonte me ngritjen e sapatës mbi kokë, duke kërkuar shtrirje të plotë të krahëve dhe shpatullave. Më pas, trungu përkulej përpara me shpejtësi dhe fuqi, duke transmetuar energjinë e grumbulluar në shpatulla dhe në bërtham të teu i sapatës. Ijet shtriheshin, këmbët forcoheshin dhe abdominalet kontraktoheshin dhunshëm për të stabilizuar shtyllën kurrizore në momentin e goditjes. Ishte një lëvizje që rekrutonte praktikisht të gjithë muskujt e trupit në një fraksion sekonde, e përsëritur dhjetëra ose qindra herë derisa drut e nevojshme të ishin gati. Dhe përveç të gjitha këtyre aktiviteteve që kërkonin sforcim dhe lëvizje, kishte diçka një lloj zbuluese në jetën e fshatarit mesjetar, mënyra se si ai pushonte. Sepse nëse puna ndërtonte forcën, pushimi ruante lëvizshmërinë, mobilitetin. Dhe lëvizshmëria ishte çelësi që mbante të gjithë sistemin në punë. Në shtëpinë e fshatarit mesjetar, mobilimi ishte jashtëzakonisht i pakët. Një tryez e thjesht, ndoshta një ose dy stola të ulët, një ark për të ruajtur sendet dhe thesi i kashtës që shërbente si shtrat. Nuk kishte divane, nuk kishte koltuk, nuk kishte karrige të mbushura me mbështetëse ergonomike. Stolat, kur ekzistonin, ishin pjesë fshatare druri me një lartësi konsiderueshme më të vogël se ajo e një karrigeje moderne. Regjistrimet dhe studimet arkeologjike sugjerojnë se ndenjëset mesjetare të klasave më të ulta ishin midis 25 dhe 30 cm të larta, në kontrast me 45 cm e një karrigeje moderne standarde. Ky ndryshim mund të duket i vogël, por implikimet e tij biomekanike ishin domethënëse. Për të ulur në një ndenjëse aq të ulët dhe për të ngritur prej saj her pas here, ishte i nevojshëm një shkallë e konsiderueshme për kuljeje në gjunjë dhe në ije, përveç forcës së mjaftueshme në këmbë për të mbështetur dhe kontrolluar lëvizjen. Çdo akt i uljes dhe ngritjes ishte, pra, një variacion i agimit, squat, që i mbante artikulacionet të lëvizshme dhe muskujt e këmbëve aktiv. Por pjesa më e madhe e pushimit nuk ndodhte në stola. Ndodhte në dy sheme. Pozicioni i pushimit më natyral dhe më i shpesh për fshatarin, për familjen e tij dhe, në fakt, për pjesën më të madhe të njerëzimit paraindustrial, ishte agimi i thellë, i njohur edhe si pozicioni kruç. Kjo pozit, e cila sot mësohet në klasat e mobilitetit dhe jogës si një ushtrim korrigjues, ishte për ta pozicioni standard i pushimit. Pas një dite të gjatë pune, në vend që të hidhej në një koltuk, fshatari thjesht ulej derisa ijet të ishin në nivelin e gjunjëve dhe kthetrat e këmbëve të qëndronin të palkundura në tokë. Në këtë pozicion, pesha e trupit mbështetej kryesisht nga struktura kockore e këmbëve, gjë që lejonte që muskujt e shpinës dhe të trungut të relaksoheshin pothuajse plotësisht. Ijet hapeshin në një amplitudë përkuljeje që i mbante indet e buta rreth artikulacionit të zgjatura dhe të shëndetshme. Kyçet e këmbëve përkuleshin thellë, duke ruajtur një dorsifleksion që është thelbësor për të ecur, vrapuar dhe aguar me siguri. Dhe shtylla kurrizore lumbare, në vend që të komprimohej siç ndodh kur ulemi në një karrige, merrte një tërheqje të lehtë që lehtësonte presionin mbi disjet ndërvertebrale. Është e rëndësishme të theksohet se kjo nuk është një veçanti e fshatarit evropian mesjetar. Pozicioni kruç si pozicion pushimi dhe pune ishte, dhe ende është, universal në shoqëritë paraindustriale dhe në një pjesë të madhe të botës jo perëndimore. Në disa rajone të Azisë, Afrikës, Amerikës Latine dhe Oqeanisë, miliona njerëz e përdorin këtë pozicion çdo ditë për të gatuar, socializuar, ngrënë dhe punuar. Fëmijët e vegjël kudo në botë e adoptojnë këtë pozicion instinktivisht kur luajnë, gjë që sugjeron fort se agimi i thellë është një pozicion njerëzor i lindur, një model motorik që është i shkruar në kodin ton biologjik që para se të ishim një specie. Ajo që ndodhi në botën perëndimore të industrializuar ishte se prania e gjithanshme e karriges na privoi nga ky pozicion. Karrigia, me ndenjësen e saj të ngritur dhe mbështetësen që fton në relaksim pasiv, eliminoi nevojën për të aguar. Dhe duke eliminuar nevojën, eliminoi edhe aftësinë. Ijet u ngurtësuan, kyçet e këmbëve humbën amplitudën, muskujt e thellë të bërthamës u atrofizuan dhe shtylla kurrizore mbeti e pambrojtur.
Brenda shtëpisë fshatare, ky ndërveprim i vazhdueshëm me dyshemen manifestohej në forma të shumta. Vaktet haheshin shpesh ulur në dysheme ose në stola aq të ulët sa pothuajse barazoheshin me dyshemen. Ulja këmbëkryq, një pozicion që kërkon rrotullim të jashtëm të ijeve dhe aktivizim të muskujve abdominal për të mbajtur shtyllën kurrizore drejt, ishte një qëndrim i përditshëm. Gjumi ndodhte mbi sipërfaqe të forta, zakonisht një thes i mbushur me kasht i vendosur direkt mbi dyshemen prej dheu. Kjo sipërfaqe e fortë, ndryshe nga ç'mund të imagjinohej, nuk ishte domosdoshmërisht e dëmshme për shtyllën kurrizore. Përkundrazi, një sipërfaqe e fortë e nxit shtyllën kurrizore të gjejë rreshtimin e saj natyral, pa u zhytur në pozicione asimetrike siç ndodh në dyshekët tepër të butë. Përveç kësaj, mungesa e një krevati të ngritur do të thoshte se çdo mëngjes fshatari duhej të ngrihej nga dyshemeja, një akt që në vete kërkonte forcë në këmbë, mobilitet në ije dhe aktivizim të bërthamës. Dhe çdo natë, ai duhej të shtrihej përsëri, duke kontrolluar zbritjen deri në tokë. Këto lëvizje, në dukje banale, përbënin një stërvitje funksionale ditore që e mbante trupin të përgatitur për kërkesat e jetës. Gratë fshatare meritonin një kapitull më vete në këtë histori të rezistencës fizike. Përveç pjesëmarrjes në aktivitetet bujqësore, veçanërisht gjatë periudhave kritike të mbjelljes dhe korrjes, ato ishin përgjegjëse për një sër detyrash shtëpiake që kërkonin sforcim fizik konstant. Thjerrja e leshit dhe lirit ishte një nga më të rëndësishme. Duke përdorur boshte dore dhe, më vonë, rrota tjerëse, gratë prodhonin fijen që do të shndërrohej në pëlhur për rrobat e familjes. Kjo punë kërkonte koordinim të imët motorik, qëndrueshmëri në krah dhe në gishtat dhe orë të tëra vëmendjeje të përqendruar. Tekstili ishte një tjetër detyrë që kërkonte sforcim fizik, duke përfshirë përdorimin e përsëritur të tezgjahut dhe mbajtjen e një qëndrimi të duhur për periudha të gjata. Larja e rrobave, e bërë me dorë në lumenj ose vaska, ishte një punë raskapitse që përfshinte fërkimin, shtrydhjen dhe mbajtjen e pëlhurave të qullura. Dhe kujdesi për kafshët shtëpiake, nga ushqyerja e pulave dhe derave deri te mjelja e lopëve, shtonte më shumë shtresa të sforcimit fizik në ditën tashmë të mbushur me punë. Regjistrimet historike na tregojnë se legjislacioni karoling i kohës së Karlit të Madh detajonte pritshmëritë mbi punën femërore në pronat feudale. Gratë duhej të prodhonin liri, lesh, ngjyrues dhe materiale të tjera. Kjo punë nuk ishte opsionale, ishte një detyrim formal. Dhe për ta përmbushur atë, gratë kishin nevojë për trupa po aq rezistent sa ata të burrave. Kishte edhe një aspekt tjetër relevant, komponenti social i punës. Sistemi feudal organizonte shumë aktivitete bujqësore në formë kooperative. Lërimi, korrja dhe shirja kryeshin shpesh në grup, me familjet që punonin krah për krah. Kjo natyrë komunitare do të thoshte se lëvizjet ndodhnin në një kontekst social, me këngë pune dhe një ritëm kolektiv që ndryshonte përgjatë ditës. Festivalet e korrjeve përfshinin valle dhe festime që ishin, në vete, intensivisht fizike dhe kërkonin qëndrueshmëri kardiovaskulare dhe forcë në këmbë. Dhe kështu, pjesë pas pjese, tabloja plotësohet. Ecja e përditshme mbi terene të parregullta, me këmbë të lira dhe pa këpucë kufizuese, ndërtonte këmbë të forta, kyçe të lëvizshme dhe një bazë posturale solide. Puna me mjetet rudimentare që kërkonin të gjithë trupin, skaliste një muskulaturë funksionale, të ekuilibruar dhe të integruar. Variacioni sezonal i aktiviteteve bujqësore krijonte një periodizim natyror që parandalonte lëndimet nga sforcimi i përsëritur dhe zhvillonte të gjitha grupet muskulore. Pushimi në pozicione të aguara dhe në dysheme mbante mobilitetin e ijeve, kyçeve dhe shtyllës kurrizore lumbare. Jeta shtëpiake, me mobilimin e saj të ulët dhe sipërfaqet e forta, përforconte këto po të njëjta modele lëvizjeje. Dhe mungesa totale e komoditetit modern, mungesa e karrigeve ergonomike, e dyshekëve me shkum, e këpucëve me amortizim dhe e automjeteve, e detyronte trupin të qëndronte aktiv, i fortë dhe fleksibël si kusht bazë i ekzistencës. Rezultati i gjithë kësaj ishte diçka që mund ta quajmë një armaturë muskulore natyrore. Jo një armaturë metali si ajo e kalorsëve, por një armaturë prej indesh të gjalla që rrethonte shtyllën kurrizore dhe e mbronte atë nga brenda jashtë. Muskujt. E thellë të barkut, shtresat e muskujve të shpinës, të pjerrëtit, multifidet, erektorët e shtyllës, diafragma dhe muskujt e dyshemes pelvike formonin një cilindër mbrojtjeje rreth vertebrave. Kur këta muskuj janë të fortë dhe funksionojnë në harmoni, ata e stabilizojnë shtyllën kurrizore në mënyrë aq efikase sa disjet ndërvertebrale, ligamentet dhe artikulacionet fëcete nuk i nënshtrohen streseve të tepërta.
Shtylla kurrizore mund të lëvizë lirisht në të gjitha drejtimet, të përkulet, të shtrihet dhe të rrotullohet pa u mbingarkuar asnjë strukturë individuale. Kjo armaturë nuk ndërtohej me seri ushtrimesh barku mbi një tapet palestre. Ndërtohej nga jeta. Çdo herë që fshatari shtynte parmendën, muskujt e thellë aktivizoheshin për të stabilizuar shtyllën kurrizore kundër forcës së rezistencës së tokës. Çdo herë që ai lëkunte kosën, muskujt e pierrët dhe rrotullues kontraktoheshin për të kontrolluar rrotullimin. Çdo herë që ai ngrinte një thes me drithë, e gjithë muskulatura e trungut koordinohej për të mbrojtur vertebrat. Çdo herë që ai agohej për të pushuar, muskujt e ijes dhe të kyçit të këmbës mbanin amplitudën e lëvizjes së nevojshme që agimi të ishte i mundur dhe i rehatshëm. Dhe çdo herë që ai ecte zbathur mbi terrenin e parregullt, këmbët e tij i dërgonin trurit informacionin e nevojshëm për ta mbajtur gjithë këtë sistem të kalibruar dhe në punë. Forca e fshatarit nuk ishte, pra, një forcë palestrash apo garazh atletike. Ishte një forcë mbijetese. Ishte një forcë që nuk kishte formë të bukur, që nuk shfaqej në muskuj të definuar dhe voluminoz, por që mbante një trup të aftë për të punuar për 14 orë në diell, për të mbajtur ngarkesa të rënda për kilometra në terren të thyrë, për të aguar dhe ngritur qindra herë në ditë dhe për t'i bërë të gjitha këto, ditë pas dite, vit pas viti, dekadë pas dekade, pa zhvilluar dhimbjet kronike që sot prekin shumicën e popullsisë së rritur të vendeve të industrializuara. Dhe këtu historia ndryshon fokusin. Sepse të kuptosh se si fshatari ndërtonte trupin e tij është vetëm gjysma e çështjes. Gjysma tjetër, ndoshta më urgjente, është të kuptojmë se si ne e shkatëruam tonin. Revolucioni industrial, i cili filloi në gjysmën e dytë të shekullit të 18 dhe u përshpejtua në shekullin e 19, transformoi rrënjësisht marrëdhënien e qenies njerëzore me lëvizjen. Fabrikat zëvendësuan fushat. Makineritë zëvendësuan mjetet e dorës. Punëtorët që më parë lëviznin lirisht në ajër të pastër në një shumëllojshmëri të pafund me pozicionesh dhe lëvizjesh, kaluan në qëndrimin palvizur para makinerive, duke përsëritur të njëjtin gjest në të njëjtin pozicion për 10, 12 ose 14 orë në ditë. Karrigia, e cila për fshatarin mesjetar ishte një objekt i rrallë dhe pothuajse i panevojshëm, u bë e pranishme kudo. Karrige në fabrika, karrige në zyra, karrige në transporte, karrige në shtëpi. Qenia njerëzore moderne ulet për të punuar, ulet për të ngrënë, ulet për të zhvendosur dhe ulet për të argëtuar. Mesatarisht, një i rritur në një vend të industrializuar kalon midis 7 dhe 10 orë në ditë i ulur. Disa studime tregojnë shifra edhe më të larta. Dhe këtu biologjia kërkon çmimin e saj. Trupi njerëzor nuk u projektua për palvizshmërinë e zgjatur. U projektua për gjatë miliona viteve të evolucionit për të lëvizur. Kur qëndrojmë të ulur në një karrige për orë të tëra, fillon një kaskadë ngjarjesh biomekanike negative. Muskujt fleksor të ijes, të cilët në pozicionin e ulur qëndrojnë në një gjendje të shkurtuar, humbasin gradualisht elasticitetin dhe bëhen kronikisht të tensionuar. Ky shkurtim e tërheq legenin përpara, duke krijuar një anim anterior që rrit kurbaturën e shtyllës kurrizore lumbare dhe komprimon disjet ndërvertebrale. Muskujt e vitheve, glutealët, të cilët janë motorët parsor të ijes dhe stabilizuesit kryesor të legenit, mbeten jo aktiv në pozicionin e ulur dhe, me kalimin e kohës, dobësohen dhe humbasin aftësinë për të aktivizuar siç duhet. Ky fenomen, që fizioterapistët ndonjëherë e quajnë amnezi gluteale, do të thotë se kur personi më në fund ngrihet dhe tenton të ecë, të agohet ose të ngrerë diçka, vithet nuk e bëjnë punën e tyre. Dhe shtylla kurrizore lumbare detyrohet të kompensojë, duke thithur ngarkesa për të cilat nuk është projektuar. Muskujt e thellë të barkut, që në jetën aktive të fshatarit ishin vazhdimisht të angazhuar, çaktivizohen kur jemi të mbështetur në mbështetësen e një karrigeje. Shtylla kurrizore humbet armaturën e saj muskulore dhe mbetet e ekspozuar. Dhe këmbët, të mbyllura në këpucë dhe të mbështetura në sipërfaqe të sheshta dhe uniforme, humbasin funksionin e tyre ndijor dhe stabilizues. Ky është mekanizmi që prodhon atë që qindra miliona njerëz përjetojnë si dhimbje shpine. Nuk është një sëmundje. Në shumicën e rasteve, nuk është një lëndim strukturor i identifikueshëm. Është një pasojë e humbjes së funksionit. Është rezultati i një trupi që u projektua për të lëvizur në të gjitha drejtimet, në të gjitha amplitudat, mbi të gjitha terrenet dhe që u kufizua në një pozicion fiks, në një karrige, në një këpucë, në një zyrë, në një makinë. Dhimbja moderne e shpinës nuk është, në analizë të fundit, një problem i shpinës.
Është një problem i këmbëve që kanë humbur ndjeshmërinë e tyre. Është një problem i kyçeve të këmbëve që kanë humbur fleksibilitetin e tyre. Është një problem i ijeve që kanë humbur mobilitetin e tyre. Është një problem i vitheve që kanë humbur forcën e tyre. Është një problem i barkut që ka humbur funksionin stabilizues. Kur të gjitha këto hallka të zinxhirit dështojnë, shtylla kurrizore lumbare mbetet vetëm pa mbrojtje, duke u përpjekur dëshpërimisht të kompensojë mangësitë e gjithë pjesës tjetër të trupit. Dhe ajo përfundimisht proteston. Proteston në formën e dhimbjes. Studimet e kryera me popullsi që ende jetojnë në kushte të ngjashme me ato të fshatarëve mesjetar, komunitete bujqësore tradicionale në Afrikë, Azi dhe Amerikën e Jugut, vërtetojnë këtë analizë. Në këto popullsi, incidenca e dhimbjes kronike të mesit është ndjeshëm më e ulët se në vendet e industrializuara. Osteoartriti i ijes, një gjendje e lidhur drejt për drejt me humbjen e mobilitetit artikular, është drastikisht më pak i zakonshëm. Dhe aftësia funksionale e të moshuarve në këto komunitete, aftësia e tyre për të aguar, ngritur, ecur dhe mbajtur pesha, mbetet jashtëzakonisht e ruajtur deri në mosha të thyra. Fshatari mesjetar, pra, na ofron një pasqyrë. Jo një pasqyrë që na tregon se si duhet të jetojmë, sepse jeta e tij ishte e shënuar nga varfëria, shfrytëzimi, uria dhe një jetëgjatësi e shkurtër. Por një pasqyrë që na tregon se çfarë ndodh kur trupi njerëzor përdoret në formën për të cilën u projektua. Ky njeri nuk kishte njohuri mbi biomekanikën, nuk e dinte se çfarë ishte një disk ndërvertebral, nuk e njihte funksionin e muskujve multifil. Por trupi i tij funksiononte me një efikasitet që shumica prej nesh e ka humbur. Jo sepse ai ishte gjenetikisht superior, por sepse bota ku jetonte nuk i ofronte opsionin për të qenë i dobët. Nevoja ishte trajneri i tij. Mbijetesa ishte motivimi i tij. Dhe varfëria, në mënyrë ironike, ishte arkitektja e qëndrueshmërisë së tij. Kur shikojmë modernitetin, kuptojmë se jemi para një paradoksi të jashtëzakonshëm. Kemi akses në një sasi njohurish mbi trupin njerëzor që do të ishte e paimagjinueshme për çdo njeri të mesjetës. Kemi palestra të pajisura me makineri të sofistikuara, kemi aplikacione që monitorojnë çdo hap dhe çdo rrahje zemre, kemi suplemente ushqimore të formuluara në laborator, kemi fizioterapistë dhe trajnerë me vite formimi të specializuar. E megjithatë, dhimbja e shpinës është një nga ankesat kryesore shëndetësore në botën e industrializuar. Jemi qytetërimi më i informuar në histori mbi atë se si të kujdesemi për trupin, dhe në të njëjtën kohë më i prekuri nga disfunksionet që rrjedhin nga fakti i thjeshtë se nuk e përdorim atë. Por ka diçka që mund të mësojmë nga kjo pasqyrë mesjetare. Nuk kemi nevojë të braktisim komoditetin modern, as të kthehemi të lërojmë fusha me mjetet rudimentare. Por mund të rifutim në jetët tona modelet e lëvizjes që moderniteti i eliminoi. Mund të ecim më shumë mbi terrene të larmishme me këpucë që lejojnë këmbët tona të funksionojnë. Mund të praktikojmë agimin e thellë, qoftë edhe për disa minuta në ditë, për të ruajtur mobilitetin e ijeve dhe kyçeve të këmbëve. Mund të kalojmë kohë në dysheme, duke u ulur, ngritur, duke ndryshuar pozicion, duke i kujtuar trupit se ai është i aftë për shumë më tepër se sa të qëndrojë në një karrige. Mund të variojmë aktivitetet tona fizike për gjatë javëve dhe stinëve, në vend që të përsërisim të njëjtën stërvitje në mënyrë monotone. Dhe mundemi, mbi të gjitha, të kujtojmë se lëvizja nuk është një aksesor i jetës, diçka që e futim në një orë të ditës midis angazhimeve, por elementi më themelor i biologjisë sonë, kushti bazë që trupi njerëzor të funksionojë ashtu siç u projektua. Historia e fshatarit mesjetar na tregon se forca nuk ka nevojë të kërkohet. Ajo lind natyrshëm kur trupi sfidohet në formë të larmishme, konstante dhe të integruar. Mobiliteti nuk ka nevojë të rimësohet në klasa të specializuara, ai ruhet kur mjedisi nuk na lejon ta humbasim. Dhe dhimbja nuk është një fatkeqësi e plakjes apo e gjenetikës, është, në shumicën e rasteve, çmimi që paguajmë për një komoditet që na imobilizoi. Fshatari nuk kërkoi kurrë të kishte një trup të fortë. Ai thjesht nuk kishte zgjedhje. Ne e kemi zgjedhjen. Dhe ndoshta kjo është, në të njëjtën kohë, avantazhi ynë më i madh dhe sfida jonë më e madhe. Forca e tyre ishte një nënprodukt i mjerimit. Dhimbja jonë është çmimi i komoditetit. Diferenca është se ne, ndryshe nga ata, mund të zgjedhim se si duam të jetojmë. Dhe kjo zgjedhje, kjo vetdije se trupi njerëzor ka nevojë të përdoret për të funksionuar, është ndoshta mësimi më i vlefshëm që një udhëtim shekullor në kohë mund të na ofrojë.
Dhe duke folur për udhëtimet në kohë, nëse ky tregim zgjoi kuriozitetin tuaj dhe ju bëri të reflektoni mbi trupin tuaj në një mënyrë tjetër, konsideroni të regjistroheni në këtë kanal. Çdo regjistrim dhe çdo pëlqim na ndihmon të vazhdojmë të sjellim hetime dokumentare si kjo, duke u zhytur në histori për të gjetur përgjigje që janë ende relevante për të tashmen. Lini në komente atë që menduat duke parë këtë dokumentar, ndani përvojën tuaj ose sugjeroni tema që do të dëshironi të shihni të eksploruara në episodet e ardhshme. Historia ka shumë për të na mësuar dhe së bashku mund ta vazhdojmë këtë udhëtim. Faleminderit që na shoqëruat deri këtu.